Kurse shënon Abu Davudi, Shermani vlerëson se hadithi ose nga Abdullah ibn Amri, dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse dikush prej jush falet natën, e fal namazin e natës, duke recituar vetëm 10 ajete. Ai nuk do të regjistrohet në atë natë në mesin e gafilëve, në mesin e neglizhuesve, nuk do të regjistrohet në mesin atyre të cilët subah i vonë, në mesin atyre të cilët nuk e kishin mendjen fare tek premtimet e Allahut subhanahu wa taala. Do thotë piknisja është me 10 ajete. Pastaj thotë, nëse dikush falet natën dhe lexon 100 ajete, ai do të regjistrohet në mesin atyre që janë të bindur ndaj Allahut. Një regjistër i veçantë për njerëzit e bindur ndaj Allahut. Arrihet ky emër vetëm me 100 ajete. Dhe nëse dikush falet natën duke recituar 1000 vargje, 1000 ajete, ai do të regjistrohet në mesin atyre që marrin shpërblime të mëdha. Ky hadith i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam na jep një domethënie që realisht do thotë kisha pasur dëshirë të ishte edhe mesazhi i kësaj ligjërate. Fillimisht për të arritur ndaj tek shpërblimet e mëdha me 1000 ajete, ose për të arritur tek ky shpërblimi i mesëm, nëse kemi të drejtë ta quajmë, që të jesh në regjistrin e njerëzve të bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Fillimisht duhet ta bësh hapin e parë. Që është dëbimi i gafletit. Dhe në këtë rast, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk po na tregon ku shkruhet ky njeri, ku regjistrohet ky njeri, nuk po na thot regjistrohet në këtë regjistër apo në atë regjistër, po na thot ku nuk regjistrohet. Saktësisht i bie që fitoria e parë është të mos regjistrohesh tek gafelët. Arritja e parë është që të mos regjistrohesh tek gafelët. Ta arrish betejën fillimisht këtu, që sonte të mos shkruhesh tek njerëzit e pakujdesshëm. Dhe kjo, sipas këtij hadithi, arrihet nëpërmjet do thotë faljes së namazit të natës, qoftë me 10 ajete. Dhe është porosi që kisha pasur dëshirë ta ndaj bashkë me ju, pikërisht që nga sonte e aq më tepër pasi që të motivohemi me hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ta kemi pjesë të jetës tonë që sado të janë rrethanat, sido që të janë situatat, të mos e prirojmë veten nga kjo mirësi e madhe për të mos u shkruar tek regjistri i gafeleve, duke falur vetëm do thotë të paktën 2 rekate namaz nate, në të cilat recitojmë të paktën 10 ajete, që janë do thotë të paktën 2 sura të shkurta nga surat e shkurta të Kuranit. Ndaj, për të arritur shkallët e larta, fillimisht duhet bërë hapin e parë. Shkalla e lartë me 1000 e me 100, që është do thotë shpërblimet e mëdha dhe të shkruarit, të regjistruarit në një regjistër të veçantë, pikërisht e ka fillimin tek dëbimi i gafletit. Me që është tek tillë që të predispozon dhe të destinon për shkalla të larta, pikërisht për këtë arsye ka vlerën e madhe namazi i natës.